Përsëri jemi në transmetim këtu në Dekalog në Dritaret e Vënë nga unë Roland Qafoku. Tashmë do zhvillojmë një intervistë me zotin Ibsen Elezi, kandidati koalicionit Djathar për Zhvillim në qarkun e Tiranës. Zoti Elezi, faleminderit që pranove ftesën. Mirë që u gjeta. Si po të shkon fushata, se ti ke bërë, ke 3 vjet, çfarë s'ke bërë këto 3 vjet? Kjo fushata e 11 maj si po të shkon? Jo, deri diku mirë, për faktin se koalicioni në cilën bëj pjesë unë ka një tolerancë në zhvillimin edhe fushatës personale. Dhe kjo tolerancë më ka dhënë hapësira që të zhvilloj një fushat në atë linjën dhe drejtimin që unë kam pasur më përpara. Dhe kjo është gjëja më pozitive. E dyta pozitive është që jam në një koalicion që drejtohet nga një person si Dashamir Shehu dhe jo më kote kam zgjedhur për faktin sepse është një aktor politik i ka hershëm, po që para opinionit publik është një figurë e pastër në aspektin moral dhe një figurë e cila normalisht ka pas një konsekuencë të kundërshtisë të këtyre politikave që e kanë dëmtuar në këtë vend dhe kështu që kanë pas një pikë përputhje. Kjo ka qenë edhe arsye që unë shumë kohë përpara e kam bërë thirrje zoti Dashamir Shehu po dhe gjithë forcave tjera që të grupohen në një pol të tretë dhe simbolikisht të drejtoheshin nga zoti Dashamir Shehu, gjë të cilën ta nuk e pranuan, po pastaj kjo është një temë tjetër diskutimi. Okej, do të pres vetëm një moment. Unë do falenderoj sponsorin gjeneral të emisionit Dekalog, institucioni monetar Manigram Akinvest, që mbështet emisionin pra Dekalog këtu në Dritaret e Vënë me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt, kudo dhe kurdo. Ka një informacion dhe një njoftim shumë të rëndësishëm të Akinvest, institucioni pagesave për shërbim monetar, për shërbim Manigram risjon shorterun për klientët e tij, klientë dashur. Çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga data 14 prill deri më 14 korrik, me shërbimin Manigram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest, do t'ju mundësoj të bëni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në televizionin Klan e diela shqiptare në datën 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo transfer ju do të kualifikoheni më njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me nga një çmim 50.000 lekë të rinj. Sa po të kryeni transfertin e tretë, ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Pra 6 fitues nga një çmim 50.000 lekë të rinj dhe 7 fitues me nga një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar Manigram Akinvest. Zoti Elezi, vazhdojmë bisedën në rrjedhë normale. Si të kanë pritur nga takimet, bisedat që ke bërë ti në qarkun e Tiranës, po qarku i Tiranës jo thjesht ka 37 mandate, që është rezervuar më i madh, po është edhe rezervuar më i madh i votave, jo vetëm i mandate. Po edhe qarku ku është përplasja më e madhe politike. Për shkak sepse sidomos pas tërheqjes, domethënë ose pas goditjes së Erjon Velis nga SPAK, kuptohet që edhe Partia Socialiste riktheu gjithë forcat e veta dhe i grupojnë në Tiranë. Bashkinë patjetër në qarkun e Tiranës. Ju lutem regjia gjithë fletën e votimit të qarkut të Tiranës? Kjo e ka bërë, kuptohet, një betejë të ashpër, për shkak sepse Partia Socialiste ka shumë mjete në dorë dhe Partia Demokratike është një parti që Më fal, ju jeni Nënta? Ibsen Elezi. Ku je? Ja, numri 7. Ore, ajo me zgjedhjet ore, si u shpjegoni njerëzve të? Po, tash kjo është fleta votimit, nuk mund bëjmë fleta votimin, nuk mund rishpikim. Jo, nuk të duket që ka një problem? Për të dallu njerëzit të cilët fokusohen te nënta dhe mund ta gjejnë pastaj. Te nënta në renditje unë jam diku i 7, po nuk ka numra për shkak sepse kështu e kanë patë arsyeshme. E pra, po të kishte numra dhe ishte mirë, se ashtu hajde gjej një aty të vën syzet, jo po. Nëse do kishte numra sipër, duhet kishte shkronja poshtë, diçka e tillë, sepse nuk mendoj që duhet ishin 2 herë numra, sepse 2 herë numra do konfuzonin njerëz. Ai që janë ato 12, pa ata mund të ishin 6 dhe 9 dhe do. Jo, një sekondë, ata mund të ishin në listën, mund të ishin pa numra. S'ka nevojë. Ajo mund të ishte, po do konfuzoheshin njerëz te numrat poshtë, do ishte 6, unë po 6 edhe dikush tjetër. Do ishin. Ka një problem. Ani atë nëntën që ke vënë këtu. Nënta është, në qoftë se votohet nënta, kuptohet. Po ti se heq fare atë, mban këtu? Jo, e marr gjithmonë. Gjithmonë. Në gjumë heq besoj. Në gjumë heq se do e gjaketë. Po me këto votosh Ibsen, ke lëre me këta, po brenda ke gjithë ato figura. Po gjithë ato, gjithsesi. E ke Leta Libej.
Ndryshimi jon nga një shumica e këtyre këtu është për fakt pari që ne nuk kemi listë mbyllur. Lista e mbyllur gjithë kanë dhënë dorëheqje dhe është e fshirë. Keni dhe Luzin Braja, po një biznesmen i njohur. Është ka shumë emra pozitiv dhe të njohur në këtë listë, që cilët një pjesë edhe unë i kam njohur pas kandidimit me koalicionin, dhe mendoj që ka edhe njerëz që kanë një imazh publik të njohur, dhe besoj që arrim të jemi një kompozim i mirë në këtë fushat elektorale. Domethënë jemi njerëz që nuk mund të akuzohemi të paktën në atë aspektin që këto kanë ushtruar pushtet, po kanë qenë të korruptuar. Paktën edhe zoti Dashamir Shehu dhe unë edhe Ankile Dalibe dhe të tjerë që janë aty, nuk e Krem Spahia, nuk jemi ose shumë emra të tjerë, të më falin, të tjerë nuk janë persona që Fabian Topallaj, të tjerë Rej. Janë shumë. Nuk janë persona që mund t'i akuzosh që në momentet që kanë pas pushtet dhe kanë ushtruar pushtet, nuk mund t'i akuzosh për figura jo të pastra dhe për korrupsion. Zoti Lezi, unë thash për garën brenda, po me këta dinosaurët si po zhvillohet gara? Ndryshimi, për shembull, ishte një e bukur sot aty në kishte dalë vëto një çun Tiranë në Ali Mehmetin edhe merr çunin e Barifalliut. Këto, për shembull, po kapim rastin e të PD-s dhe të PS-s, që janë dy forcat kryesore, po dhe ato që kanë listat mbyllura. Me ato që kanë listat hapura, unë nuk kam çfarë flas në këtë rast. Se jeni pothuajse njësoj. Po sepse ne kemi kërkuar listat hapura dhe nuk mund të kandidojmë me listat mbyllura. Në momentin që unë kërkoj listat hapura dhe të futem të kandidoj me listat mbyllura, nuk përbën sens. Kështu që janë disa koalicione, nuk e di smirëfillti, po 3-4 më duket që janë me listat hapura. Pra çfarë do të thotë, nëse unë marr votat e mia shkojnë drejt për drejtit të unë, ose të ai që merr më shumë vota se unë ta ndihmoj. Po jo te njerëz të fiksuar më përpara siç e ka PS-ja dhe PD-ja. Pra PS-ja dhe PD-ja në një farë forme e kanë deformuar garen. Në rastin e Partisë Demokratike, për shembull, që me të vërtet ka disa emra që janë emra pozitiv në atë kuptimin thojza, pra janë persona që nuk mund t'ja akuzosh për të shkuarën e vet, por janë persona që mbledhin vota për një kategori njerëzish të paracaktuar, siç është Flamuri Albana, Beloja, ky çuni Barifalliut, shumë tjerë aty që kanë edhe probleme të hapura me spakun, gjë e cila nuk është serioze, ose fakti që në atë listë, për shembull, avantazhet më të mëdha për të marrë më shumë vota që ka një parti të gjithën me vete dhe një staf shumë të madh është Ilir Meta dhe mund dalë 13. Dhe ç'ndodh? Pse është i avantazhuar? Por të avantazhuar se ai ka staf më të madh se të tjerët. Domethënë ai ka gjithë partinë e Shqipërisë, fokusohet vetëm te emri i tij këtu në Tiranë. Domethënë i ka të gjithë resurset vetëm në drejtim të emrit vet. Kështu që jo se përkrahet Ilir Meta në opinion publik, se nuk ka përkraje, po atë numër të caktuar votash ai mund të marrë më shumë se sa këta të tjerë. Ose mund ndodh një fenomen i tillë që me vërtet një figurë e mirë mund të marrë edhe 30.000 vota dhe prap nuk mund të futet në listë. Po sepse nuk mjafton numri 12. Dhe për të kaluar te numri 13 koalicionit, për shembull Partia Demokratike, duhet në rreth 155.000 vota, 155.000, nga 150 deri në 160 varet nga pjesëmarrja. Pra është shumë e vështirë, në mund t'i thuash që aty ka garë, ndërsa tek kjo jona është renditet i parja që merr më shumë dhe tjerët e ndihmojnë. Nëse dalin 2, renditet i 2. Si të kanë pritur dhe ku e ke zhvilluar fushatën? Që të them drejtën, unë më ka rënë të bëj takime nga Rrogozhina me persona dhe të komunikoj me individ deri në Tiranë edhe në zonat e Tiranës. Më shumë të persona që për një periudhë shumë gjatë kanë qenë persona që më kanë mbështetur në rrjetet sociale dhe kanë pas një marrëdhënie, kanë pas një komunikim të mëparshëm. Dhe sidomos edhe personat që kuptohet domthonë me vullnet lirë janë angazhuar që të jenë në staf edhe të bëjnë propagandë për koalicionin djathtas për zhvillim edhe për mua personalisht. Se si na presin në terren, tashmë unë jam një person që dihem për qëndrimet e mia dhe personat të paktën që shprehin mbështetjen janë të bindur, janë të qartë për arsyeën sepse e japin mbështetjen e tyre. Ku mund të jetë ajo që quhet bastioni yt personal? Ku e ke? Unë nuk besoj që mund të fokusohem te bastioni im personal, po që njoh shumë njerëz, në shumë zona të Tiranës. Jo, janë të lidhur me origjinën tuaj nga Kuksi?
Jo detyrimisht. Jo detyrimisht. Për shembull në Kamës, që është un kam patjetër që kam shumë të njohur edhe shumë persona që normalisht kanë shpreh vullnetin dhe angazhohen, po nuk mund të them për shembull se s'kam zona tjera të Tiranës persona që thash kanë shpreh vullnetin në mënyrë ne nuk kemi një fushat të shtrenjtë që të arrijmë edhe të ndërtojmë një strukturë kapilare në të gjithë. Sa lek është fushat? Sa është kosto e fushatës tuaj? Unë nuk e di, po gjithë fushata ime nuk besoj që mund t'i kaloj 5-6.000 euro, ja maksimum. 5-6.000 euro? Po. Si do fitosh? Si do bësh deputeti me 5.000 euro? Po deputeti nuk duhet lidhet me lekt. Jo, e kam fjalën të infrastrukturat, ose më saktë, e kam fjalën me atë që garon përpallë te, ai ka makineri të tërë, përfaqësues të Partisë Socialiste, të Partisë Demokratike. Po tash unë duhet të bëhem, ti po më ofron, po më ofron të bëj këtë. Jo, unë po thash, si do fitosh? Po pra po, për të më rritë ajo, jo, ti po më ofron të bëhem si këta, djetë, pastaj kemi... Atë e thatë ju, se thash shumë. U thash, si do fitosh, ku përballë ke këta njerëz që kanë hedhur miliona? Si hedhin miliona këto? Në çuptim, si duhet hedhësh miliona për të bërë? Ne shikojmë aty, do po ti mjafton një aktivitet që transmetohet live. Edhe po të sa aty ka kamera, aty ka karrike, aty ka ambient me qera, aty ka fotograf, aty ka foni. Ajo që po më pyet edhe po më propozon në të njëjtën kohë. Jo, s'po të propozoj. Po ma propozon në të njëjtën kohë që unë bëhem si këta. Jo. Unë duhet marr vota që s'jam si këta. Pra, në qoftë se unë do doja të kisha një mbështetje nga një strukturë e madhe që ka edhe para, do isha te Partia Demokratike. Po t'isha te Partia Demokratike, që ofertë cilën nuk e kisha azor, edhe mundësi nuk e kisha të zorshme për të qenë. Pa aty duhet ndodhte një fenomen, o duhet isha bërë maskara aty janë listat e mbyllura, që i kam quajtur listat e mive, dhe që doja nga ana morale, ose duhet isha budalla, varianti e dytë, të hyja në listat e hapura dhe të shërbeja listës mive. Këtë nuk mund ta bëj, se po të futesh aty pastaj kuptohet që të vinë njerëz edhe me para. Dhe po të e vures pari në atë patjetër që duhet kesh para dhe duhet kesh mjete, po unë besoj që me një numër të kufizuar mjetesh mund të realizojmë qëllimin. Pastaj si unë janë edhe gjithë kandidatë tjerë që kanë një buxhet personal, që munden me një buxhet personal dhe mund t'ja dalim të gjithë bashkë, sepse po të llogarisësh që t'janë rreth një numër me 20-30 vetash, kuptohet me një buxhet tillë, kjo mund të shkojë te një buxhet total për partinë që mund të harxojmë rreth 100-150 150.000 euro. Dhe 150.000 euro për numrin 9 nuk janë një fushat e vogël. Tani, zoti Lezi, kush jeni ju? Si u prezantohesh njerëzve? Dhe do doja edhe vetë ju të tregoni diçka nga jeta juaj personale, familjare, origjina juaj, paraardhësit tuaj. Që në vitet e para të ardhjes komunizmit, gjyshi im ka qenë në një organizatë në Mitat Frashrit dhe zanafilla Jo, ju jeni i Bxhen e Lezi, keni lidur në Kukës? Po, unë kam lidur në Elbasan. Në Elbasan, po pse? Po, sepse familja ime në 69-ën është internuar për shkak sepse... A ishte internuar? Baba juaj? Gjithë familja. Do dhe gjyshi? Gjyshi dhe për shkak si quaj gjyshi? Recep Mamuti. Ka qenë... Po pse jo e Lezi? Recep Mamuti, Recep e Lezi, po gjithmonë thirrën me emrin e babait. Kur niset babai, gjithmonë kur personazhet kanë qenë. Po dhe pse u internuai gjyshi? Domthon babai i gjyshit ka qenë një person i shkolluar dhe i ditur për kohën, shumë i ditur për kohën. Dhe pse u internuan? Në 69-ën sepse Xhaxhais bashku me një grup personash u akuzuan për organizim dhe rrëzim pushteti popullor me dhunë. Kanë qenë një grup i madh, 9 personash që janë. Dhe me çfarë dënuan? U dënuan me 15 vjet, ai bëri 22 vjet. Po çfarë bën atë? Kanë pas një organizat, kanë ndërtuar një organizat. Unë më vonë kam marrë për një ish sigurim si informacionin se çka ka ndodhur. Jo, nuk e kam ditë smirë. Ata i internuan nga Kuksi, nga cili vend i Kuksit? Nga qyteti i Kuksit. Ju ishin nga qyteti? Po ne jemi themeluesit e qytetit vjetër. Eles janë të vjetër, jo të ri. Të vjetër, në 68-ën ka qenë qyteti vjetër. Ishte qyteti vjetër. Në 79-ën është. 79-ën. Po, dhe ju ishin nga themeluesit. Kur u themelua Kuksi? Kuksi është themelu shumë herët, po të kthyen qytet diku nga vitet 20 e sa ka marrë strukturën. Ka marrë strukturën e qytetit, me atë busin e Skënderbeut me urbanistikën e vet, pastaj ka qenë unë edhe këtë më vonë e kam marrë si informacion, që diku nga vitet 30 e sa filloi ndërtohet në kohën e Ahmet Zogut, u ndërtua një infrastrukturë për qytet. Dhe ka pas infrastrukturë në një qyteti të vogël, por një qyteti shumë të këndshëm edhe të bukur.
Dhe ata u internuan U internuan në Dumret Elbasanit. Edhe keni jetuar atje, ti ke lidhur atje? Deri atje dhe kam jetu deri në vitin 84. 84 jam kthy. Familja ime është kthyer në vitin 79, unë disa vjet më vonë, për shkak sepse ishte shumë e vështirë të gjej punë. Dhe familja ime është rikthyer me vullnetin e lirë në Kukës. Ata u kthyer në Kukës? Po, me vullnetin e lirë në 79. Unë jam kthyer në 4 vjet më vonë, 5 vjet. Po në Kukës? Po në Kukës. Sa vjeç ishit kur u kthyet? Unë kam qenë diku 9 vjeç. 9 vjeç? Po, dhe 9 vjeç atëherë kam taku për së pari herë dhe xhaxhain në burgun e Burrelit. Kam shku bashkë me babai. Si ishte burgu i Burrelit? Ishte domethënë u majnë një beton edhe një dritare të vogël kur kam komunikuar me xhaxhain. Po. Edhe për herë të parë, domethënë gjova diçka shumë drejt për drejt kundra komunizmit, domethënë ishte sepse 9 vjeç nuk arritej. Çfarë tha? Kush e tha xhaxhai? Po, në atë kohë më pyeti si shkon matematikën, tha shumë mirë, kam qenë nxënës, domethënë shumë i mirë, domethënë në matematikë. Dhe i them shumë mirë. Thot, po, kisha një klasë frizamonikës. Tha, do porosis, tha, motrën, tha, ne, tha që ta silli frizamonik. Ku ta porosisë motrën? E si ishte në Kosovë, në... kishtë motrën... Nëna Edita Tahirit është halla ime. Wow! Po. Nëna Edita Tahirit halla juaj? Po. Wow! Dhe në një moment, thot, mëso, thot, sepse, thot, këto, thot, nuk e kanë gjatë. Thot, edhe dulla, thot, edhe një vit s'ka mo jetë. 84. Po, edhe pash atë policin të dera që është mësuar me xhaxhain. Xhaxhai ka qenë shumë rebel. E dëgjoj pjesën më të madhe. Po, patjetër, po ai ka qenë rebel edhe nuk e denoncoi ai polici? Po jo, ai ka fol hapur edhe në burg. Do marrë gati një pjesë 1/4 e burgut e ka 22 vjet dhe mund ta ketë bë Biruc. Kështu që nuk ka qenë, domethënë ka qenë diçka që Spartak Ngjela më tha një për kufizim, thotë ka pas një tumor, thotë xhaxhai. Jo, është çfarë tumor? Tha ndershmërinë, tha e ka pas tumor, tha edhe skokçarje. Edhe ai ka bërë rreth 22 vjet në burg, domethënë ka bërë një periudhë shumë të. Dhe idoli që vdiqën Ver Hoxha. Ti aty u përballë. Dhe idoli që vdiqën Ver Hoxha, jo, pastaj fillova dhe baba im po më shpjegonte që se ishte shumë e vështirë 9 vjeç, sepse ti nuk mund të fliste një prind moshën 90 vjeçare se s'kishte formimin për qenë rezervuar me mjedisin jashtë, dhe ishte problem shumë i madh. Dhe unë kisha pothuajse një vit që isha në Kukës, edhe më vonë filloi dhe po më tregoi shumë gradualisht. Ka qenë një periudhë shumë graduale që, për shembull, kur ndodhi puna që mas një viti që vdiqen Ver Hoxha mas ca kohësh, di që nuk më vite me qa, për shembull, sepse më kishte e mora vesh që fasqenën Ver Hoxha që më ka fut xhaxhain. Edhe ishte, po, dhe nuk vite me qa dhe ishte, dhe shkoj të shtëpia e thëm kshu. Thëm, po ta e pyes për herë parë, po ta shita çaj thëm babës them çfarë do ndodh. Aty ka qenë edhe, domethënë maj mend të moment. Dhe çfarë tha? Më tha tash ta do bëhen gjanat më mirë, nuk është funi botës, e filloi më tregu. Baba im ka qenë shumë i lexuar në fushën e letërsisë dhe unë nuk kam qenë shumë i apasionuar, po lexoja. Dhe domethënë ma kultivonte këtë që të lexoja nëpërmjet librave. Kam pasi bibliotekë familja ime shumë të madhe që u shpërbë kur e internun për shkak sepse kanë qenë një volum i madh, 2-3.000 libra, është titull. 2-3.000 libra në atë kohë. Titull në atë kohë dhe nuk e arritet dot. Jo, unë kam arrit një 700-800 libra po. Domethënë po pjesa gati. Po tjerët kush i mori? 75% nuk i morën dot se si nxitën makina kur internun. Po jo kush i Pastaj dikush më shtillte bukën dikush. I kanë keq për dalë dhe kanë qenë po të shohësh listën kanë qenë kryeshumica kryevepra, ato kanë marrë sa kanë mund në momentin e fundit, po. Kujton një person që mban mend e ke fiksuar në jetën tënde që i ka bërë keq familjes tënde me emër? Unë për një periudhë shumë të gjatë di që në familjen time për shembull edhe persona që ishin komunistë në atë kohë, po që kishin marrë qëndrime korrekte, në familjen time flitej me konsiderat, sepse edhe pse ka qenë sistemi komunist, për shembull unë do t'jap një rast. Në 88-ën, domethënë lufta ishte një luftë e hapur për të mvunjin, duke qenë se unë isha shumë i dhënë mas matematikës dhe dije që do fitoja një gjimnazin e Kukësit. Dije që do fitoja, domethënë ishin drejt studimit. Jo drejt studimit. Dije që unë në Olimpiadë do fitoja çmim. Olimpiadë. Dhe Olimpiadat e matematikës ishin më shumë emër në atë kohë. Dhe gjithë mësuesit kishin besim që unë arrit fitoj një çmim në Olimpiadë, dhe kjo ishte hapi i parë për të marrë medaljen e arit. Dhe gjithë mësuesit u vunë për të mulë notën. Kishin marrë urdhër. Po duhet të theksoj që njerëzit ka të bëj shumë edhe njeriu. Pse ishin dy sekretarë të partie. Njëri për shembull bënte luftën çdo herë sa vinte te klasa, thoshte ka armiqt të partisë këtu mesin tuaj, se unë refuzova të bëj një artim. Si quhej ky? S'pa e them emrin, është pa rëndësi.
Paranësi? Sekretar partie e shkollës, ka qenë, është paranësi. Edhe, ndërsa këti të mirë do t'ja them emrin. Po? Dhe në atë kohë kisha edhe një problematik tjetër, në 89-ën ish kjo ngjarje, se në fillim të 88-s, mas Varës Avzinelis, refuzova të shkuj për Enver Hoxhën. Shkujta një 4 unë edhe një... Si refuzove? Refuzova, ishte shumë e rëndë, kisha pa Avzinelin të varën. Ishte ndetyruar që do të shkruaj diçka. Po, ishe hartimi, do të shkruaj hartimin. Dhe ti refuzove? Refuzova, shkuva 4-5 rreshta, dërzova fletën edhe nuk shkruajta. Po çfarë thon? U bë alarm i madh. Sepse më shpëtoi fakti që një shoku i imi është në Amerikë dhe ma kujton shpesh. Atë ngjarje kish punonte baba i vet në polici, dhe ai shoku domun kishte kishte shkruajt një fletë, një faqe, nuk e di. Ishte rasia se si ndodhi që ai shkruajti vetëm një faqe. Dhe kur u bashkuan të dyja, unë gjysmë faqe, ai një faqe, fillun dhe u bë vështirë pastaj. Po di që ky sekretari i partisë vazhdonte çdo herë. Dhe ndërtonin luftën e klasës edhe në... Po me mua kishin me mvu një 8, se po të merr një 8 nuk kishin nxënës medalje. Dhe dyrova i thash 5-6 lanë provim pastaj. More 10-a? 9-a, 10-a, kuptova. Po jo poshtë 8-s, jo poshtë 9-s, nuk ndodhte. Dhe shpëtove nga kjo? Jo, dhe ai Dali Tota ka qenë një sekretar. Si quhej? Dali Tota, sekretar Dali Tota. Mësuesi im. Po? Dhe më jepte mësime dhe nuk e harroj asnjëherë dhe gjithmonë ja kam përmend kur e takoja, burri mirë shumë, dhe gjithmonë vinte më kapte, ma vinte kokën kështu, thotë, babush, thotë, mos u dorëzo. Nuk e dihet. Që ishte sekretar partie? Bravo, bravo. E takon me minjohë. Ai kanë rrujet, pa ai gjithmonë në rrugë kudo vinte më kap, ka qenë një. Njerëzit e mirë nuk i kanë munguar edhe që kanë qenë në atë sistem, nuk i kanë munguar sistemi dhe unë desha ta them këtë që në familjen time asnjëherë nuk është bile xhaxhai, ka qenë shumë ekstremist i kësaj që nuk i kthehet rishkuarës vet. Domethënë nuk tregonte se çka ka ndodhur burgun e Burrelit, se çka ka vujt babai xhaxhai në burgun e Burrelit, domethënë mua më shumë ma kanë tregu kolegë. Tani ky emri yt Ibsen, i një shkrimtar gjigant, i dramaturg, filozof me nërmët ndikuarit. Nordik po ka jetuar në Itali. Po ishte norvegjez. Po norvegjez ka jetuar në Itali, ka zhvilluar gjithë aktivitetin letrar në Itali. Po ishte international, po themi. Po, a ka jetuar aty, vendosi të jetoj në Itali, dhe unë për origjinën e emrit në 8 vjeçare diku kam pyet, po Smirfilti... Kush ka emrin Ibsen? Babai kish lexuar Ibsenin dhe kish lexuar Armikun e popullit. Armiku i popullit? Po, Armiku i popullit është një ndër kryeveprat, pa atë. Është shkrimtar dhe një nga kryeveprat e lehtësisë botërore. Sepse Armiku i popullit e ka zanafillën me faktin që një mjet në një fshat norvegjis përballet me një të vërtet. Një të vërtet tregon që ishte infektuar uji, ato ligjat se suk shfundi ndonte Norvegjia, dhe nga kjo e vërtet që ai doli për Zot për ta mbrojtur, ju hapën një mal me probleme. Dhe gjatë gjithë kësaj mali me probleme, ai që thot vërtetën shpallet edhe armik. Edhe kjo ka qenë domosdoshmë arsyeja dhe këtë ma ka treguar kur unë kam lexuar Ibsenin. Për ta lexuar Ibsenin e kam marr diku në bibliotekë dhe e kam lexuar diku në vitin 91, 90-91. Pra me vështirë ishte atë. Po, ishte libri në bibliotekë, por kishte toleranca në 90-91. Po prave vështirë për ta gjetur. E vështirë për ta gjetur, edhe aty e kam lexuar për herë të parë Armikun e popullit. U kënaqe që kishte emrin Ibsen? Patjetër, u kënaqja, po domethënë edhe nuk isha shumë gjendje t'i bëja një analizë plot, sepse e merr formimin në gjimnaz diku nga viti 3-4 për të bërë analiza të thella të veprave. Dhe në cilin vit mbarove gjimnazin? Unë e morova 92-shin. Domethënë kam lexuar, kam qenë vitin e 3 kur e kam lexuar. Ke qenë vitin e 3? Po, në vitin e 2 ose 3, nuk e kujtoj mirë. Po ka qenë sa po ndryshonin. Dhe paka shumë këtë libër familja e ka pas në bibliotekë, po gjatë këtyre lëvizjeve nga një domethënë internim ka humbaj pa të humbë si libër. Dhe kjo ka qenë historia e emrit. Pra historia e emrit lidhet drejt për drejti me kryeveprën Armiku i popullit Ibsenit, dhe besoj që domethënë ndonjëherë lidhet edhe emri me destinacionin. Shumë i veçantë dhe në Kukës. Jo, lidhet Henrik Ibsen. Po, lidhet emri me destinacionin sepse këtë problem e ka në mënyrë të vazhdueshme. Pse? Sa herë thu të vërtetat këtu kthehet në problematikë dhe ti vazhdon të jesh armik i popullit?
Unë prej dëmën vazhdimësi... Armik i partisë? Jo, armik i partisë. Në momentin që e thu të vërtetën, ti prish interesat e partisë, ose partia është koncept i gjerë. Po ti armik i... Po i partisë demokratike, po them unë? Jo, edhe i partisë demokratike, jo. Armiqtë partisë demokratike janë ato që e shkatrojnë, jo ato që flasin... Ju studiuat për arkitekturë? Jo, unë kam studiu për duke qenë në vitin e dytë, unë rendita në 3-4 nxënësit më të mirë në Shqipëri në matematikë në Olimpiad. Po? Dhe pjesën më të mirë, në fakt, kam pas edhe mësues, po pjesën më të mirë të studimeve i bëja autodidakt. Ishte shumë e vështirë, bile shpesh merrja libra, shumë nimonin nga... Po për çfarë studiuat? Unë kam qenë apasionuar për matematikën. Lexoja shumë. Dhe mbarove shkencat? Dhe kam mbaruar programim matematik, degën e informatikës në Fakultetin e Shkencave. 92-93. Po profesionin çfarë ushtron tani zoti Elezi? Unë pas përfundimit të shkollës një vit jam marrë pikërisht me databazet e me këto, pastaj u riktheva në Kukës në vitin 99, se ndodhi ngjarja e kosovarëve dhe aty u detyrova edhe të rri për shkak sepse këtë ma kërkoi edhe IMAT. Dhe domani IMAT kishte një periudhë shumë gjatë që luftonte me një tumor në atë nga 86-87, edhe domani ishte rast i pashpjegueshëm se si ndodhte. Në vitin 2000 u detyrova të rri për shkak sepse ma kërkoi. Pastaj mas 2 vjeç u rishfaq dhe domani i mori, domani arriti të agravoj smundja në një pikë që nuk mund ta përballonte me organizmi dhe ndroi jetën në 2003-shin. Po domani kjo u bë arsyeja që unë u riktheva në Kukës sepse unë si rregull domthonjë gjithë fokusi im ishte që të shkoja të studioja jashtë. Nuk ka qenë ndonjëherë, s'kam pas ndonjëherë. Nuk studiove jashtë? Jo, nuk studiova. Bile në 96-ën ndodhi 97-a sepse kam qenë kadet për West Point, i pata fitu gjitha normat për shkollën ushtarake. Fitove të drejtën për në West Point? Fitova drejtën edhe ambasada amerikane. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po. Domethënë mund të kem qenë i pari që e kam fituar si drejt. Ti duhet të ish oficer sot? Ushtarak. Domethënë do e lija shkollën për të bërë ushtarak. Dhe nuk ndodhi sepse ndodhi 97-a dhe marrëdhëniet ishin shumë, edhe 96-ën ishin shumë marrëdhënie të rënduara me qeverinë, me ambasadës amerikane. Bile aty unë kur kam dalë një moment i kam thënë Timati që Timat ka qenë, kupton, shumë i ditur në politikë për shkak sepse ka pas lexuar. Duke qenë se këta nuk u merrnin me punë, nuk ka pas refuzuar të punojnë këtë Enver Hoxhës, u merrte vetëm me blet. Edhe ka qenë i fokusuar gjithmonë te leximet, lexime. Domethënë gjatë gjithë jetës. Se s'kishte rrugë tjetër se si ta kaloje kohën në kohën e komunizmit, se s'kish mjete të tjera, nuk ishte, vetëm ja dritare ishin librat. Dhe kjo ka qenë domethënë arsyeja. Sepse unë domethënë nuk u largova nga ky vend, edhe mas në vitin 2005 doja të largohesha, u kriju një situatë problematike në arsimin e Kukësit dhe u detyrova mora 4 vjet. Dhe domethënë ka ndodhur ngjarje në vazhdimsi që domethënë vullnetin për të studiuar. Ju krijuat familjen tuaj, sa fëmijë keni? Unë kam një djalë dhe një vajzë. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Ata të mbështesin? I ke votues në këtë? Jo, më kanë thënë një ditë, i mblodhen numrat. 98, më thanë jemi 18 vjeç, na kemi drejt për një votë, si u thashun, 18 vjeç nuk keni drejtën e votës. A nuk e kalojnë të vjetës? Jo. Të dy fëmijë si kanë kaluar? Njëri 10, njëri 8. Tani i mbledhin, tha po të shkojmë të dy bashkë, tha dhe bëjmë 18, tha votojmë. Jemi në fund të bisedës, sepse unë nuk kënaqa shumë nga kjo që ju rrëfyet jetën. Këtu te kamera 30 sekonda deri 1 minutë, një mesazh pse duhet votojnë Ibsen Elezin zgjedhësit. Që unë besoj se s'pari arsyeja pse duhet të votojnë është sepse nuk jam gjatë gjithë kësaj periudhe jam mundu të bëj një analizë plot këtij sistemi, i cili ka prodhuar shumë pasoja. Domethënë pasojat e këtij sistemi siç janë rrogat e vogla, pensionet, problematikat në jetën e përditshme, rritja e çmimeve të shtëpisë, e gjithë farë problematikash, unë gjithmonë i kam quajtur pasoja dhe jam fokusuar tek një element shumë i rëndësishëm, cilat janë arsyet. Dhe arsyet besoj që kanë të bëjnë drejt për drejti me sistemin ekonomik që kemi ndërtuar. Dhe sistemi ekonomik lidhet ngushtë me sistemin politik. Dhe në këtë fushatë dhe në vazhdimsi unë besoj që kam arrit të teqoj të njerëzit që ky sistem politik, që është një kooperim mes bankave, oligarkisë, gjithë grupeve kriminale, offshoreve,
kompanive guack që krijohen në Shqipëri. Domthonë është bërë një sistem i cili e ka ndryshuar qëllimin e ekonomisë nga një ekonomi që duhet të jetë kompetitive dhe kreative në një ekonomi që duhet pastroj lek. Pra i kanë ndryshuar destinacionin e ekonomisë dhe kjo e gjitha në bashkëpunim. Dhe ka prodhuar gjithë këto pasoja. Atëherë nëse ne nuk zhbëjmë këtë sistem që këta e kanë ndërtuar, këtë deviacion të ekonomisë, ne nuk mund të bëjmë asgjë. E dyta është betejë për drejtësinë. Shumë njerëz me drejt ndoshta e kritikojnë SPAK që SPAK nuk avancon shumë në punën e tij për goditjen dhe për vendosjen e themeleve drejtësisë dhe kputjen e zinxhirit pandëshkueshmërisë, por unë e shoh ndrysh. E shoh që spari pandëshkueshmëria duhet vi nga politika. Nëse ne nuk jemi zëra që hedhim dritë mbi atë çfarë ndodh për ta xhbër këtë sistem dhe për ta futur thjesht ekonominë në ullinë e vet, se pastaj gjërat ecin vet. Nëse një makineri siç është ekonomia dhe politika futen në ulli atë, atëherë pastaj ato ecin vet. Dhe e fundit është për të ndërtuar modele. Nëse ne sot kritikojmë Edi Ramën dhe i themi që modeli yt që gjithta që hanë modeli i Edi Ramës përkufizohet shumë shkurt. Gjithta që hanë dardha pas kurthizit e Edi Ramës, Edi Rama ka informacion? Dhe nëse nuk ka informacion, atëherë Edi Rama na çfarë alternative modelin e? Modelin e budallajt që këta hanë dhe vjedhin dhe korruptohen dhe unë nuk di gjë. Sepse nëse ti di, pastaj devijon biseda dhe i bie që ti je i pamoralshëm. Po kështu edhe Berisha, 8 vjet me Lulzim Bashën, thoshte që unë s'dija gjë ç'a bën ky. Dhe këta dalin e thonë, kur këta thonë s'dija gjë, kur gjithë e dinin, do të thonë se ta ofrojnë modelin e budallajt në thojza, se s'janë budallaj. Dhe ti kur ndërvihesh ky lloj modeli në themel, mund ti ke bërë thjesht detyrën. Pra duhet të ndërvihemi modelit që këta mundohen na servirin, pavarësisht gjithë problematikave dhe përplasjeve që këta kanë me njëri tjetrin, këta në thelbin e tyre janë bashkë. Dhe duke qenë bashkë, sepse ngjajnë si modele, ne duhet të luftojmë të gjithë bashkë. Ishte mesazhi më i gjatë që ke dhënë nga gjithë kandidatët që kanë folur për këtë 30 sekondë. Po mundova të bëj edhe koncentrate, dhe madhomina që e kanë bërë koncentrate dhe nuk ka dhënë me besoj një tjetër një mesazh në këtë këndvështrim dhe në këtë. Jo, e vërtetë. Nuk e ka dhënë në këtë. Zoti Elezit falenderoj për bisedën dhe ju uroj suksese në 11 maj. Falenderoj edhe unë për intervistën. Ndoqët një intervistë me zotin Ibzen Elezi, kandidat i Djathtas për zhvillim në qarkun e Tiranës. Mos u largoni, rini, kemi një intervistë me zonjën Nevila Nika, kandidate e koalicionit Euro Atlantik. Sigla.